Ne, në fakt, jemi së bashku me Ministrën e Ekonomisë edhe pjesë e një cikli takimesh me sipërmarrjet të cilat janë konsoliduar kanë një raport absolutisht shëmbullor në shtetin në aspektin e taksave, në aspektin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, dhe si sot në këtë kompani, si në shumë kompani tjera, ka vende pune të cilat paguen absolutisht njësoj si në Europë. Dhe natyrisht, kur them në Europë, kam parasysh Europën fqinje, nuk kam parasysh Francën apo Gjermanin, po patjetër kam parasysh Greqinë, kam parasysh Kroacinë, kam parasysh një sër vendesh. Dhe nga ana tjetër, duke qenë se së bashku me ministren kemi dëshirë të flasim për se si gjithë ky realitet transformues edhe në sektorin e ndërtimit mbështet rritjen e vet tek ekonomia që rritet. E pam tutës që t'i kërkojmë themeluesit kompanisë edhe prezantimin e projektit të ri, dhe kështu bëjmë një diskutim dy anësh, nga njëra anë çfarë është bërë deri tani, dhe nga ana tjetër një projekt që është një ambicie e të ardhmes, edhe që është pasqyrë një sektori të ndërtimit i cili në Shqipëri sjell shumë të mira, por nga ana tjetër për fat keq, si çdo gjë në këtë vend që sulmohet kur shfaqet me sukses, që goditet kur shfaqet si ndryshim, që mbulohet me balt kur shfaqet si një shenjë e të nesërmes, është një sektor që merr në mënyrë të vazhdueshme goditje, sulme, balt, dhe që lëndon një numër të madh protagonistësh të tij. As nuk e vën diskutim që edhe në sektorin e ndërtimit, si në çdo sektor tjetër, ashtu si kundër në Shqipëri, si në çdo vend tjetër, përfshirë edhe vende që na bëjnë leksione neve, ka probleme, dhe problemet këtu në Shqipëri patjetër që janë më të mprehta në disa raste se sa që janë në vendet tjera. As nuk e vën diskutim që jo çdo gjë në sektorin e ndërtimit është e pastër, është e qartë si drita e diellit, dhe është e çmuar si derisa e dhjetra mira njerëzve që japin jetë këtij sektori. Por ama që këtë sukses evident të Shqipërisë, që këtë transformim të Shqipërisë që sektori i ndërtimit e bën të dukshëm, të prekshëm, me njëherë sa po dikush vjen në Shqipëri, ta fusim në kornizën e krimit, është diçka e neveritshme dhe papranueshme. Jaku është njëri nga ata që janë pas këtyre projekteve.
e kanë të vështirë të tjerë që vinë na vizitojnë, që të besojnë si ka mundësi që Shqipëria mund të bëjë ndërtime të tilla, por punë e madhe fort se kanë vështirë. Ka shumë arsye pse Shqipëria mund të bëjë ndërtime të tilla dhe janë arsye lehtësisht të lexueshme nga të gjithë ata që duan të lexojnë ashtu siç janë. Është e pamundur për disa që ta pranojnë suksesin e Shqipërisë, po punë e madhe fort. Por ama është e pamundur për ne që të pranojmë që shumica dërmuese atyre që investojnë në ndërtim të futen në thesin e baltës për disa që mund të jenë patjetër ashtu siç thuhet, po jo për të gjitha. Dhe ka disa fakte të rëndësishme për t'u nënvizuar. Vetëm nga ky projekt, ende pa filluar puna. Bashkia e Tiranës ka marrë 14 milion euro taks edhe nga ky projekt. 14 milion euro janë një shumë e konsiderueshme. Ndërkohë që në këtë projekt, nga ky projekt, kur të bëhet realitet, qyteti do fitoj, komuniteti do fitoj çerdhen, do fitoj kopshtin, dhe ndërkohë Bashkia e Tiranës mund të fitoj edhe një shkollë, sepse angazhimi i investitorit në këtë rast është që të ndërtojë dhe shkollën në momentin që do t'i jepet trualli për ta ndërtuar. Dhe në këto 14 milion euro janë edhe pjesa që shkon tek 3% për strehimin. Pra, kush investon në këto projekte, natyrisht investon për një vlerë të shtuar, nuk diskutohet. Pa diskutim që këto apartamente nuk i blen dot asnjë i varfër dhe asnjë njeri që thjesht jeton me një pagë të ulët apo mesatare. Por ama nga ndërtimi i këtyre apartamenteve, Bashkia e Tiranës dhe bashkitë që ndërtojnë të tilla marrin një taks që është 3% vetëm për fondin e strehimit, për të ndërtuar dhe për të investuar në skema të strehimit social dhe të strehimit të përballueshëm. Pra këto ndërtime kontribojnë edhe për strehimin e përballueshëm. Pa u futur në të thella, duhet them që në ndërkohë për gjithë ata që lehin në çdo gjuhë që lehin, nga shqipja deri në anglisht edhe në gjuhë të tjera, dhe që menjëherë nxitojnë ta korrizojnë këtë transformim të Shqipërisë dhe Tiranës si transformimin e krimit. Sot që flasim, ky projekt ka 350 apartamente të porositura nga vetëm diaspora shqiptare dhe që janë të porositura dhe nuk paguhen me cash, që t'jemi shumë qartë, po paguhen me bank. Paguhen me bank. Dhe 350 apartamente janë 1/4 e apartamenteve që do të ketë gjithë ky kompleks i madh. Dhe sot janë të porositura dhe të kontraktuara. Prandaj është shumë e rëndësishme që
në një moment caktuar, her pas here njerëzit të informohen.